Sot jemi sërish te vend burimi, ku kemi të dy diamantet, si diamantin e zi dhe diamantin jeshil, natyral. Dhe shikojmë se çfarë ka ndodhur. Si që shikoni, në këtë vend burim, si pasojë e një shpërthimi shumë të fuqishëm, natyral, kemi rreth 4.000 substanca të krijuara në mënyrë natyrale. Kjo është historia e plotë e njerëzimit dhe është interesante se si janë të rënditura, të vetë rënditura më sakt, këto minerale. Si që shikoni, fund fare ndodhet ujë natyral, më pas ujë mineral, më pas vajra, më pas kemi balsam. Të gjitha këto shtresa janë tashmë në një ekuilibër, të cilat janë të domosdoshme për njeriu gjatë gjithë historikut të tij dhe përdoren shumë në çdo punë që bëjmë. Si që shikoni, po të shikoni këtu në sipërfaqe të vendburimit Qilqit, kemi balsamin. Balsami i bardhë është ndër produktet më të rëndësishme për njeriu dhe si që shikoni, nëse do të bëjmë një rivendosje natyrale, i bie që pasuritë më të mëdha janë në male. Pasuria më e madhe e njeriut është në male. Kjo sepse këtu arrihet dy funksione të rëndësishme, siç është freskia dhe rikthimi i humorit. Të dyja këto shërbime janë shërbime luksi, sot konsiderohen shërbime luksi dhe janë tepër të shtrenjta në treg. Në qoftë se do të zhvendosemi një kat më poshtë, kemi të formuar vajgurin. Vajgurin gjithë e njohim si lëndë parë për energji, e kemi përdorur prej vitesh, edhe pse sot mund të përdorim në produktet e saj. Ajo çka është e vërtet sot, që këto janë lëndë ekologjike në mënyra se si formohen pas këtij shpërthimi. Por në praktikën e përditshme këto kanë rrisje, ndosin ambientin, rrisje që mund të menaxhohen nga çdo inxhinier apo administrator që i merr përsipër punojnë me këto. Si që shikoni, pra, këtu janë krijuar me dhjetra zona veçanta dhe shikojmë gjatë këtij shpërthimi që papastërtia zhvendoset drejt periferisë së qendrës. Ky është një rezultat shumë interesant dhe mund të vazhdojmë akoma dhe më tepër të përmirësohemi. Tani jemi njohur me disa nga elementet më të rëndësishëm në historinë e njeriut, siç është uji, siç është alkooli, siç është vaji, deri tek balsami. Pra kjo është historiku i plot i njerëzimit të ndërtuar mbi 4.000 lloje mineralesh kimike. Edhe pse këto janë
momentalisht të përqendruar në një vendbërim. Në realitet në natyrë është shumë e vështirë, janë të shpërndara, është shumë e vështirë të posedoj çdo vend, çdo rajon, pra ndodhen në zona të veçanta. Për një inxhinier është shumë e rëndësishme që këto të grumbulloj, të përpunoj dhe në fund të arrijë të shërbej apo të ofroj objekte të cilët janë në harmoni të plot me mjedisin edhe nevojat e konsumatorit.